Tek Imam Muslimi, profeti alayhi salatu wassalam nga Ebu Hurajra tregohet edhe thot, për njerëzve që më duan më tepër, thot, janë disa njerëz të cilët do të vinë pas meje. E ata, thot, do të dëshiron të dikush prej tyre, thot, do të dëshiron të dikush prej tyre që ta kishte arrit, thot, kohën time edhe ti ishte gjallë me mu. E të vetë në dispozicion, thot, gjithë që disponon taj, me pasurije, me familje, me gjitha, me energjit e ti në rrugën time. Këta njerëz, cilët pra nuk kanë jetu në kohën e profetit alayhis salam, po do vinë më pas, cilët për këtë rrugë dhe për këtë besim, janë gati që t'japin gjithë shka, për adër të Allahut e Zoti ja shef zemrat gjithë se cilit, këta janë nga njerëzit më dashur të Allahut edhe më dashur të profetit alayhis salatu wassalam. O Zotit, lutem, ja Allah, nuk na mundsove që të ishim për atyre cilët jetuan kohën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Lutem, ja Allah, na mundso që të jemi bashkë me të në xhenetet e begatat, na mundso Allah që të jemi në rrugën e tij deri ditën që do t'japim shpirt edhe do të kemi frym në këtë dynja. Amin.